Lash Dreca, lindur në Troshan të Lezhës. Kam formuar një baçë këtu me shumë mundim. Për sa i përket i kam gjitha pothuajse kulturat, me kumull, me pjeshk, me molla, me shega, me zardelia, qeshia, gjitha me fjalë. Me Fredin Vesër u lidha sepse kisha një ndihmë me një mu se kisha nisë si shtëpi djalit poshtë, kam baçën tjetër më larg. Jam shumë i kënaqur me këto sepse ma dhanë mundësinë, mbajtën edhe ato që desh, ato lek për të investuar. Edhe kam bajagi vite që jam i lidhur me këto dhe jam shumë i kënaqur sepse unë kam marrë ato që kam kërkuar dhe kam investuar ato ku kam desh. Edhe janë gjithë korrekt, njerëz të mirë, se unë investoj vetë me gjithçka me mundin tim, pa si ndihmë financiare nga shteti, nga askush, kupton, vetëm me anën time financiare. Kanë bajagi kosto sepse ekonomia jonë nuk është ashtë e ringritur, se jetojmë në varfëllek fakt, pavarësisht se këto ma kanë dhënë i hap mirë, me fol drejtën, shes bajagi mirë. Edhe familja normal që ka konsum jetik bajagi të shtret, por me gjithë këtë mund që kam bërë për mu ja ka vlejt, sepse shërbej familjes time me këtë baçë, me kraha dhe me mu, dhe jam shumë i kënaqur. Dhe shpresoj që edhe në të ardhmen mos duhet që të largohen fakt fëmija se këto janë të mblodhi fillë me ton drejtën, sepse gjithë kjo baçë arzor mu vjel më dhe mrapa, sepse po largohen gjithë nga vendi se s'po alojnë me jetu këtu njerëzimin e risë. Trit bajnë punën tu. Kjo është e keqja e ardhmës tonë që këtu po hikun gjithë.